Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, vetëm 5 kokra qershi para gjumit dhe do trajtoni këto probleme shëndetësore. Nuk ka njeri që të mos jeti marrosur pas qershive. Është e pamundur të mos hutohesh nga larmia e nuancave të kuqes në treg. Vlerat dhe vetitë e qershive. Qershit përmbajnë vitaminë A, vitaminë C dhe njëkohësisht kalium. Sipas ekspertëve, vlerat shëndetësore që ne do të marrim nga konsumimi i ushqimeve të pasura me vitaminën A dhe C përfshin një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe njëkohësisht shikueshmëri më të qartë, veçanërisht në kushtet kur drita është edhe e kufizuar. Konsumimi i ushqimeve të cilat janë të pasura me kalium gjithashtu do të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe nga ana tjetër në zvogëlimin e rrezikut të formimit të gurëve në veshka. Qershit po ashtu janë një burim i pasur me kalium të cilat do të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe zvogëlimit të rrezikut të formimit të gurëve në veshka. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve të fuqishëm, të cilët kryesisht gjenden në fruta dhe në perime që kanë ngjyrë të kuqe, vjollcë apo të errët. Një ushqim i pasur me antioksidant ul rreziqet e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumimi i qershive ka gjetur jehon për shkak edhe të çlirimit të dhimbjeve nga sëmundje, si për shembull artriti. Kohët e fundit është zbuluar që qershit luftojnë pagjumsinë dhe dhimbjet muskulore. Kjo fal natyrës antiinflamacion të vitaminës C dhe antioksidantëve. Këtu ju do të mësoni arsyet më kryesore se pse nuk duhet i ndaheni këtyre frutave të shijshme. Ndihmojnë me gjumin. Sipas studimeve, vlerat antiinflamatore të qershive ju ndihmojnë ju që të flini më mirë. Në ditët e ngrohta, qershit janë një zgjidhje e jashtëzakonshme, e shijshme dhe njëkohësisht freskuese. Zëvendësoni ushqimin e darkës me këto fruta të cilat bëjnë një ndryshim thelbësor në shëndetin tuaj. Ne ju rekomandojmë gjithashtu që të mos e teproni me qershit. Shuajnë dhimbjet fizike. Qershit janë natyralisht të pasura me kalium që përçon njëkohësisht impulset elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut me hidratimin, rimëkëmbjen e muskujve, impulse nervore, tretjen, rrahjet e zemrës dhe ekuilibrin e pH-it. Në një gotë me qershi ju do të gjeni 330 mg kalium që përbën në 10% të dozës tuaj të rekomanduar ditore të kaliumit. Luftojnë inflamacionin. Studimet kanë treguar që antioksidantët tek qershit mund të përmirësojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionin i cili është i shkaktuar nga osteoartriti. Forcon imunitetin. Si të gjitha frutat dhe perimet, qershit janë të pasura me doza të mëdha antioksidantësh dhe përbërësish, të cilët luftojnë virozat. Flavonoidët, antioksidantët që gjenden tek qershit, luftojnë infeksionet në shumë nivele dhe gjithashtu studimet kanë treguar që këto element kanë një ndikim domethënës në funksionet e sistemit ton imunitar. Qershit kanë antioksidant. Qershit janë një burim i fuqishëm i antioksidantëve dhe i komponimeve antiinflamatore. Ato nga ana tjetër e ngadalsojnë plakjen dhe parandalojnë sëmundjet kronike si sëmundjet e zemrës, sëmundjet e këqija, Alzheimerin, diabetin dhe mbipeshën. Kanë pak sheqer. Efektet antiinflamatore të qershive
ndihmojnë në mirëmbajtjen e shëndetit, por në fakt, përveç kësaj, qershit renditën ndër frutat me më pak sheqer. Kjo do të thotë që ato nuk shkaktojnë luhatje të papritura në nivelin e sheqerit në gjak dhe të insulinës. Ndërkohë, nga ana tjetër, ndihmon për një gjumë të qetë. Qershit janë ndër burimet e pakta të melatoninës, një hormoni i cili ndihmon në kontrollin e gjumit. Një studim i bërë tek burrat gjithashtu ka treguar se qershit kanë një hormon i cili mund të trajtojë problemet e pagjumësisë, duke qenë se në 200 ml lëng qershie, në qoftë se ju e pini në mëngjes dhe 1 deri në 2 orë para gjumit, do të jetë mjaft efektive për të trajtuar çrregullimet e gjumit. Ndihmon në uljen e kolesterolit. Ulëmtimet kanë treguar se lëngu i qershisë mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit. Qershit, qofshin ato të ëmbla apo të tharta, janë më shumë se vetëm një frut i shijshëm. Ato ofrojnë një sër përfitime shëndetësore duke përfshirë mbështetje për shëndetin e zemrës dhe trurin, si edhe uljen e inflamacionit dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kronike. Qershit janë të mbushura me polifenole, të cilat janë antioksidantë të fuqishëm që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi, si edhe luftojnë inflamacionin, diçka që luan një rol mjaft të rëndësishëm për shumë sëmundje kronike. Ngjyra e thellë dhe e kuqe apo vjollcë e tyre vjen nga antokianinet, të cilat janë flavonoide të njohura për efektet e tyre antioksiduese dhe antiinflamatore. Disa studime kanë sugjeruar se pirja e lëngut të qershive çdo ditë mund të rrisë nivelet e antioksidantëve në trup. Nga përshpejtimi i rikuperimit të muskujve deri tek promovimi i një gjumi të mirë, qershit mund të jenë të vogla, por kanë përfitime të mëdha. Qershit janë një burim i pasur me vlera ushqyese. Një gotë qershi me bërtham përmban rreth 87 kalori, 22 gram karbohidrate, 19 gram sheqer natyral, 3 gram fibra, 1,5 gram proteina dhe pothuajse as 1 gram yndyr. Po ashtu kjo gotë ofron afërsisht 10 mg vitamin C, e cila mbulon rreth 13% të nevojave tuaja ditore për gratë dhe 11% për burrat. Vitamina C, e cila është një antioksidant, gjithashtu është thelbësore për forcimin e sistemit tuaj imunitar, prodhimin e kolagjenit, si edhe për shërimin e plagëve të ndryshme. Qershit gjithashtu mund të përmirësojnë kujtesën dhe funksionin tuaj njohës. Antokianinat në qershi mund të kenë efekte mbrojtëse për trurin dhe të ndihmojnë për një shëndet sa më të mirë të tij. Ndërkohë, duhet të dini se qershit, sipas studimeve, kanë ndikuar pozitivisht edhe në bakteret e zorrëve, të cilat luajnë rol në lidhjen e zorrëve me trurin dhe mund të përmirësojnë simptomat tek ata që sëvuajnë nga sëmundje neurodegenerative si sëmundja Alzheimer dhe demenca. Studimet sugjerojnë që qershit mund të ndihmojnë të rriturit të bie në gjumë më lehtë, të flenë më gjatë dhe njëkohësisht të zgjohen më pak, sidomos gjatë natës. Qershit, për shkak se janë të pasura me veti antiinflamatore, mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave për ata të cilët vuajnë nga artriti, një gjendje e cila shkakton dhimbje, ëndje dhe ngurtësi në nyje. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!